E dini çfarë shpirti dhe zemër e trishtuar është ajo zemër që 50 vjet se ka përmend Allah. Si nuk ka një njeri depresion edhe stres kur zemra e tij nuk thot Allah. Sikur ai ke pa do njerëz që çdo fjalë të parën edhe dytën, tretën shan menon. Tretën fjalë të pista, fjalë banale. Pse? Pse ai aq është gafil, aq është i pa kujdesur, aq larg e ka, aq shumë e ka nda shejtani zemrën e tij prej Allahut, sa që e dini për vllazën që ka njerëz 60 vjet i ka bo se ka përmend kur Allahun. La ilaha illallah. A'udhu billah. E dini çfarë shpirti dhe zemër e trishtuar është ajo zemër që 50 vjet se ka përmend Allahun? A mundeni mi paramendu një shtëpi që 50 vjet kush nuk ka hi në të shtëpi, çfar harabate, e çfar pluhni, e çfar marimanga munden më konë brenda një shtëpie që 50 vjet s'ka hi kush, e s'ka të përtu drita e diellit e koma njerit? A mundeni me imagjinu çysh mundet më konë ajo shtëpi? Mundemi me imagjinu, po ndoshta s'kemi pa. E ashtu është ajo zemër që se ka përmend 50 vjet Allahun, është zemër e trishtuar, është zemër e friguar. Për ato në kohën tonë moderne njerëzit po vujnë shumë prej depresionit, prej stresit. Po si nuk ka një njeri depresion edhe stres kur zemra e tij nuk thot Allah. Po ki duhet motranu bre, po këto duhet me lën met bre. Nënën tjetër punë të shejtanit, ka do që e këthen kokën e kanë rrethu këtë njeri.